Zoti Dervishi, çfarë është aktiviteti që po zhvillon sot? Sot është 18 prill 2026, 101 vjet përpara është krijuar organizata IRU, e cila është organizata ndërkombëtare e gjithë radioamatorëve të botës. Në 18 prill 1925, nga 25 shtete të botës u mblodhën në Fakultetin e Shkencave të Parisit dhe krijuan IRU-n. Radioamatorët e shpërndar nga gjithë botën u bën bashkë për të dëgjuar në gjithë botën me zërin e tyre. Dhe filloi komunikimi për 101 vjet që vazhdon dhe do të vazhdojë dhe në ditët e ardhshme. Kuptohet që radioamatorizmi ka dhënë një kontribut në botë në komunikimin e njerëzve dhe në zhvillimin e teknologjisë. Kuptohet që pa këto radje nuk do kishte komunikim as me lidhjet në anjet kozmike, përdoret ke aeroplanet, në aeroporte, në tragete, në raste emergjencash ku njerëzit kanë nevojë dhe stakohet çdo gjë. Pra është një sport që stërvit njerëz që do i shërbejnë vazhdimisht njerëzimit. Sot çfarë po bëni aktualisht? Sot me radioamatorët me përvojë, po dhe me radioamatorët e rinj që kemi nga shkolla Vasil Kamami dhe Ptolemy Xhuvani, ne kemi organizuar një ditë feste për të lidhur me gjithë radioamatorët e botës, sepse sot në 18 prill, si çdo vit, gjithë radioamatorët e botës hyjnë në radiot e tyre dhe komunikojnë me njëri tjetrin dhe shprehin miqësinë që kanë ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu tregojnë edhe për radioamatorizmin secili në qytetin e vet apo në vendin e vet. Interesimi presin të ri, si duhet? Tani, siç e pat edhe sot, kishte të rinj të interesuar që vinë dhe shumë të tjerë janë në përklasa. Ka interes sepse të rinjt i kanë qef teknologjinë, kanë qef programet kompjuterik. Ky është sport që zhvillohet me 4 programe kompjuterik. Gjithashtu ka dhe lidhje me radio, me antenat, që kanë lidhje dhe me fizikën, kanë lidhje dhe me informatikën, pra i vlen edhe për mësimin. Pra është një sport dashamirës edhe për rinin. Veç se do pajisje, do materiale të cilat janë pak të kushtueshme dhe duan atë të vetën. Çfarë është aktiviteti sot? I uroj të gjithë radioamatorëve gëzuar 18 prillin, ditën ndërkombëtare të radioamatorëve. Unë vetë jam një sportiste prej 45 vitesh në këtë lloj sporti dhe kam marrë pjesë në aktivitete kombëtare, ndërkombëtare, ku kam zënë vende nderi, vend të dytë në Ballkan, të tretë në Evropë dhe të katrin në botë. Gjithashtu, vjet në kampionatin kombëtar që u zhvillua në Burel, u shpalla kampione e përgjithshme. Uroj të gjithë brezave të ri që ta frekuentoj këtë lloj sporti, se është një sport inteligjent, ashtu si dhe ne ta vazhdojmë dhe këtë lloj sporti.